Pas aksioneve trishtuese në lokalet e shqiptarve në Çajir, Drejtoria e të hyrave publike, me asistencë të forcave të mëdha policore, ka vazhduar me të njëjtin avas edhe në lokalet e Tetovës. Aksioni friksues është realizuar të njëjtën mbrëmë në 10 lokale në Tetov, ndërsa policia ka qenë armatosur dhe kjo ka bërë që shumë qytetar të friksohen nga prania e madhe e tyre. Mësohet se gjatë aksionit spektakular në Tetov janë kontrolluar 10 lokale të njohura në pjesën qendrore, ndërsa vetëm 2 janë mbyllur dhe kanë marrë dënime për shkak të mos respektimit të ligjit antiduhan dhe mos dhënies së llogarisë fiskale. Bëhet fjalë për lokalet Image dhe Anastezia. Pronarët e këtyre lokaleve nuk kanë dashur të flasin rreth këtij aksioni dhe dënimeve të shqiptuara. Aksioni me praninë e madhe të forcave policore ka revoltuar edhe pronarët e lokaleve, por edhe mysafirët e pranishëm nëpër lokale. Jo, me mendimin im është nuk do të me një paqësore të zgjidhet këtë problem, jo me ndërhyrje policore. Unë tash për tash jam të jeton në shtetet jashtme në Gjermani, edhe në Gjermani është, në Evropë është ndaluar doni, pirja donit ku hat, ku pijet është ndaluar. Ka vend posaçëm që pijet doni me zgjedhje me jashtë lokalit, për jashtë, jo se me mënu luftu nga si thonë ato gjermanë, me pastru ajrin. Ajo mendimin im, unë pramë kam ndjeru lajmet është jo më një paqësore. Jo, s'ka nevojë ndërhyrje, ato populli vetë janë të vetëdijshëm. Nuk ka asoj, mos e bojnë atë vetën ato. Jo bashkë mirë, se populli s'kanë. Unë më përpara e di që duhet ndonjë inspekcion këtë ta bëje, e jo policia. Këto që bëhet disa gjëra, unë s'mund t'i kuptoj. Realisht është një ndërhyrje e papranueshme, domethënë për vetë faktin, për vetë mënyrën, domethënë se si kanë hyrë nëpër lokalet e shqiptarëve, domethënë me njësitë speciale, domethënë të jesh, domethënë kundër duhanit ose kundër gjërave tjera. Ekspozimi, domethënë, i forcave të atilla speciale, domethënë, është irritues dhe në njëjtën kohë, domethënë, shumë brutal për parandalimin e disa dukurive, të cilat më tepër sigurisht do të duheshin të sensibilizoheshin nëpërmjet promovimeve të ndryshme, nëpërmjet ngritjes së vetdijes e kështu me radhë. Më thënë, vetë fakti që ndërhijet nëpërmjet forcave policore, domethënë ekspozohet brutalisht, domethënë fuqia e tyre. Kjo tregon domethënë se diçka nuk funksionon, domethënë nuk është në rregull, apo domethënë shtetin këtë rast dëshiron të tregojë muskujt kashi qytetarëve. Pronarët e lokaleve janë shprehur të irrituar se aksionet e këtilla janë për të friksuar qytetarët dhe kontrollet që bëhen nuk kanë nevojë për forca aq të mëdha të policisë. Njësitë speciale të armatosura mbrëm pa autorizim janë futur në lokalin Korner. Insistimi jonë ishte që të tregojmë arsyet e prezencës së tyre me armë në lokal, por ne këtë përgjigje nuk e morëm. Gjithkush ka të drejtë të bëjë punën e vet dhe inspektorati dhe policia, por brenda ligjit dhe rregullave ligjore. Ishte trishtuese për ne dhe të gjithë mysafirët, ku si pasojë e saj u zbrasi tërë lokali dhe të gjithë patëm një zhgënjim të hidhur, thot Hamdi Saiti, pronari lokalit Korner në Tetov. Nga Drejtoria e të hyrave publike, njësia rajonale në Tetov ka njoftuar se në kuadër të aktiviteteve inspektuese, kontrolluese të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtoria e të ardhurave publike dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut gjatë 3 ditëve të kaluara ka realizuar kontrolle në 53 objekte, prej ku në 29 janë konstatuar parregullsi në sferën e fiskalizimit. Në Kumanov, Likov dhe Opaj janë realizuar 11 kontrolle ku janë konstatuar 9 parregullsi. Në Shkup, Qendër dhe Çajir 10 kontrolle, ku në 7 lokale janë konstatuar parregullsi. Në Struk janë kontrolluar 8 lokale, kurse vetëm tek një është konstatuar parregullsi. Në Radovish 6 kontrolle, ndërsa tek 4 janë konstatuar parregullsi. Në Saraj dhe Kondov 8 kontrolle, po ashtu 4 parregullsi, ndërsa në Tetov 10 kontrolle, kurse tek 8 janë konstatuar parregullsi. Sipas DAP-it, kontrollet e koordinuara të 3 institucioneve të cilët realizohen disa herë gjatë vitit në tërë territorin e Maqedonisë janë të orientuara ka obliguesit tatimor, për të cilët Inspektorati i Tregut ka njohuri se nuk e respektojnë ligjin për duhan dhe nuk respektohet orari i punës, ndërsa Drejtoria e të ardhurave publike në pjesën e regjistrimit të qarkullimit ditor, me qëllim të legjitimimit të obliguesve tatimor të rrezikshëm, Inspektorati të Punës dhe inspektorëve tatimor i asiston edhe Ministria e Punëve të Brendshme, të cilët kanë obligim ligjor që të identifikojnë
konfiskojnë personat. Në ndërkohë qytetarët e Tetovës janë shprehur shumë të revoltuar nga kjo që ndodh, pasi që ata nuk janë kundër kontrolleve të inspektorëve për mos respektim të ligjeve, por janë kundër që të njëjtat realizohen me prezencë enorme të njësive speciale.